Ha pa ndalim apo jep trupit pushim? Shumë njerëz hanë gjatë gjithë ditës, pa orar, pa rregull, por trupi ka nevojë për ritëm. Kur ha vazhdimisht, sistemi i tretës nuk pushon, organizmi lodhet dhe tretja nuk bëhet siç duhet. Ndërsa kur ha me orar dhe jep trupit disa orë pushim mes vakteve, trupi fillon të tresë më mirë, të pastrohet dhe funksionojë më mirë. Këshill praktike: përpiqu të hash darkën më herët, rreth orës 7-8 dhe të qëndrosh të paktën 12 orë pa ngrënë. Kjo jep kohë trupit të pushojë, të tresë ushqimin si duhet dhe të rikuperohet gjatë natës. Gjithashtu lër deri në 3-4 orë mes vakteve gjatë ditës, sepse nuk ka rëndësi vetëm çfarë ha, por edhe kur ha. Faleminderit që dëgjove. Nëse do të fillosh të kujdesesh realisht për trupin tënd, më shkruaj info